Përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit Familja Jonë. Sot jemi në Royal Imaging Center dhe të flasim për skanimin DEXA. Çka është skanimi DEXA? DEXA është një ekzaminim i specifikuar i cili zakonisht mat densitetin e mineralizimit kockor dhe është një test, një gold standard për detektimin e osteoporozës. Ky test, përveç kësaj, e vlerëson riskun për frakturat e mëtejshme dhe e vlerëson masën e densitetit kockor. Po ashtu ndihmon edhe në monitorimin e pacientëve që marrin terapi për osteoporozë. Pacientët që u rekomandohet më së shumti ky test janë gratë pas menopauzës, kjo për shkak të rënjes së nivelit të estrogenit, burrat mbi moshën 50 vjeçare, e sidomos ata që janë me risk për osteoporozë. Po ashtu u rekomandohet edhe pacientëve që kanë probleme me diabet, probleme me gjendrën tiroide, pacientët që kanë të ulur vitaminën D, hipovitaminoza D, hipokalcemit e ndryshme dhe çrregullimet e ndryshme të përthithjes së mineraleve. Ky test është një test shumë i shpejt, është test jo invaziv dhe është jo invaziv dhe përdor një dozë shumë të ulët të rrezatimit. Testi zakonisht zgjat deri 20 minuta, është shumë i lehtë, nuk përdor gjilpëra, nuk përdor marrjen e kontrastit përmes venave dhe rezultatet janë pothuajse të menjëhershme. Skaneri DEXA i përdor Ryzen X me energji të ndryshme dhe zakonisht i jep rezultatet e menjëhershme me një saksi shumë të lartë. Ato drejtohen drejt kockës dhe zakonisht na intereson shtylla kurrizore dhe pelviku, sepse janë dy struktura kockore që janë më të prekura nga frakturat. Më pas, rezultatet interpretohen në bazë të scorit. Është T-score dhe Z-score. T-score zakonisht i krahason densitetin kockor me një të rritur të moshës 30 vjeçare. Dhe nëse rezultatet janë 0 deri -1, atëherë densiteti kockor vlerësohet që është normal. Një rezultat nga -1 deri -2.5 flet për një osteopeni, ndërsa nën -2.5 atëherë kemi të bëjmë me një osteoporozë. Ndërsa Z-score zakonisht krahasohen pacientat e të njëjtës moshë dhe të njëjtës gjinime, të njëjtën masë trupore, ku zakonisht përdoren te personat e rinj, të cilët kanë një humbje të masës kockore të pashpjegueshme. Ky test është mjaft i shpejt, zgjat deri 20 minuta, është shumë i rahatshëm për pacientët. Pacientët duhet të shtrihen në tavolinë, nuk ka probleme me frymarrje, zakonisht rinë të qetë dhe nuk ka zhurma, nuk është i mbyllur, sidomos te pacientët klaustrofobik, është i hapur, domethënë nuk ka diçka probleme dhe zakonisht realizohet shumë shpejt. Pacientët zakonisht duhet të përgatiten të veshin rroba të lira, mos të kenë pjesë metalike dhe mos të përdorin preparate të kalciumit para se ta bëjnë një skanim të tillë dhe sidomos nëse kanë përdorur preparate të jodit ose nëse kanë bërë një CT me kontrast të mos e bëjnë ditën e mëtejshme. Skanimi i DEXA është mjaft i sigurt dhe jo invaziv. Për skanimi përdor një dozë shumë të ulët të rrezatimit, shumë më pak se sa një rentgen i mushkrive. Zakonisht mendohet se është 1/10 e një doze, domethënë doza rrezatimit është sa 1/10 një rentgeni të mushkrive, që e bën shumë të sigurt dhe të përsëritshëm.